Artur Çela, 50 vjeç, humbi jetën në një aksident tragjik në Itali vetëm pak metra larg shtëpisë së tij ku e prisnin gruaja dhe 2 fëmijët për darkë. Ai ishte duke u kthyer me motorciklet, pasi kishte shkuar të blinte peshk, kur u përplas me një Fiat 500 që po dilte nga një rrugë anësore në Via Claudia. Përplasja ishte rënd, duke e hedhur Çelën në asfalt ku goditi me forcë disa barriera metalike. Ai vdiq në vendin e ngjarjes, pavarësisht ndihmës së menjëhershme nga shërbimet emergjente. Artur Çela ishte një njeri i njohur për mirësjelljen dhe përkushtimin ndaj punës, duke punuar si shofer për një kompani ndërtimi në Concordia. Ai kishte jetuar në Itali prej vitesh dhe kishte krijuar një jetë të qëndrueshme familjare me bashkëshorten Suzanën, me të cilën ishte martuar që prej vitit 1994. Ngushëllime të shumta kanë ardhur nga miqt, kolegët dhe institucionet lokale, përfshirë edhe kryetarin e Bashkisë së Portoguaros. Trupi i Çelës është dërguar në varrezat e qytetit për procedurat përkatëse. Hetimet janë ende në zhvillim për të përcaktuar shkaqet e sakta të aksidentit dhe për të identifikuar përgjegjësit.